Disa raste të ndryshme janë referuar në prokurim pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër, ku ka nisur procedimet penale për disa shtetas të përfshirë në vepra të ndryshme. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare nisën procedimin penal për një 51 vjeçar banues në Vaun e Dejës për veprat penale, ushtrimi i aktivitetit tregtar të paligjshëm ose të paregjistruar në organet tatimore dhe fshehja të ardhurave. Ai u konstatua duke ofruar shërbim transporti për qytetarët me automjetin e tij pa qenë i pajisur me dokumentacionin përkatës. Nga ana tjetër, specialistët e qarkullimit rrugor referuan materiale për një 18 vjeçar nga fshati Mjed, i cili humbi kontrollin e automjetit dhe doli nga rruga. Si pasojë e aksidentit, u dëmtuan drejtuesi dhe një pasager 18 vjeç, të cilët po marrin mjekim në Spitalin Rajonal të Shkodrës dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Procedim penal nisi edhe për një 40 vjeçar nga fshati Melgush, pasi ka ushtruar dhumbë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Një 70 vjeçare nga Shkodra akuzohet se ka kanosur vazhdimisht një 30 vjeçare për motive të dobta. Gjithashtu dy shtetas, 40 dhe 58 vjeç, të dy banues në Shkodër janë proceduar pasi kanë goditur njëri tjetrin me sende të forta për motive të dobta. Ndërkohë, një 48 vjeçar ka kallëzuar se janë hapur disa llogari në rrjetin social TikTok me emrin e vajzës së tij. Policia po vijon hetimet për sqarimin e rrethanave. Në një tjetër rast, në Veripoj, një 56 vjeçar është gjetur pa shenja jete në automjetin e tij. Dyshohet se humbja e jetës ka ardhur si pasojë e arresti kardiak, ndërsa po punohet edhe për dokumentimin e plotë të shkakut.